Kodra e diellit u zgjua e mbuluar nga një shtresë e bardhë bore prej 26 cm, duke vijuar kështu edhe në Mavrov me një lartësi të borës prej 12 cm. Bora po ashtu ka përfshirë edhe zona të tjera malore si në Lazaropole, ku shtresa e borës është 16 cm, 6 cm në Gjurisht dhe 3 cm në Dibër. Temperaturat kanë zbritur deri në -4 gradë Celsius, duke e bërë këtë fillim tetorit të duket si ditë e mesit të dimrit. Sipas të dhënave nga Drejtoria për çështje hidrometeorologjike, përveç borës, vendi është përfshirë edhe nga rreshje të dendura shiu, më së shumti në Strumic me 52 litra për metër katror, si dhe në Gjevgjeli e Demirkapi me mbi 50 litra. Më shumë rreshje në 24 orët e fundit ka pasur në Strumic 52 litra për metër katror, në Gjevgjeli 51, 50 në Demirkapi, 47 në Shkup Petrovec, 46 në Tetov, 32 në Shtyp, 31 në Veles, 25 në Prilep, 23 në Krushev dhe Berov. Meteorologët paralajmërojnë mod të ndryshueshëm me rreshje të her pas hershme shiu e bore, sidomos në zonat malore, ndërsa era veriore pritet të fryjë mesatare deri në të fortë. Temperaturat ditore do të variojnë nga 3 deri në 11 gradë Celsius, ndërsa në Shkup termometri nuk pritet të ngjitet më shumë se 7 gradë Celsius.